Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar prej disa muajsh Kievin me informacione të inteligjencës për të sulmuar objektiva në Rusi. Pretendimet e parashtruara në një artikull në Financial Times janë përmendur nga ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, i cili thotë se ka kërkuar informacione nga Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë, po shkruhet shumë dhe jo të gjitha këto raporte të pabesueshme janë konfirmuar. Por sigurisht ne kemi marrë parasysh. Kam udhëzuar stafin tim që të kërkoj amerikanëve të komentojnë mbi raportimet e Financial Times, tha Lavrov në një intervistë për mediat ruse. Sipas burimeve, informacionet e ndara nga Washingtoni me Ukrainën mundsuan sulme ndaj objektivave të rëndësishëm të energjisë ruse, duke përfshirë rafineritë e naftës të vendosura shumë larg vijës së frontit. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes në Rusi tha të mërkurën se Aleanca ka intensifikuar aktivitetet e grumbullimit të inteligjencës pranë kufive të Rusisë dhe aleate së vet Bielorusisë.